Është mbajtur shqyrtimi fillestar ndaj dy të akuzuarve për spionazh, Bedri Shabani e Muharrem Qerimi, të cilët janë deklaruar të pafajshëm. Qerimi, i cili akuzohet edhe për armbajtje pa leje, për këtë pikë të aktakuzës e ka pranuar fajsin. E gjykata e ka aprovuar planimin e fajsis dhe i ka njoftuar palët që në afat prej 15 ditësh mund të paraqesin kundërshtimet për hudhjen e aktakuzës. Prokuroria speciale ngriti aktakuzë ndaj Shabanit Qerimit në shkurt të këtij viti. Ata ishin arrestuar në qershor të vitit të kaluar. Bedri Shabani e Muharrem Qerimi dyshohet se i kanë dhënë informacione shërbimi sekret Serbia mbi ushtrinë shërimtare të Kosovës, masakrat në Kosovë, Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, Policinë e Kosovës e Inspektoratin Policor të Kosovës. Ata akuzohen se këto informacione i transmetuan edhe përmes telefonave dhe emaileve. E të dyshuarit ngarkohen me veprën penale spionazhi, ndërsa Muharrem Qerimi edhe me veprën penale armbajtje pa leje.